i gjykatës për ta dërgu çështjen time për gjykim. Sigurisht unë nuk pranova gjykimin e shkurtuar, kërkova gjykimin normal, pikrisht i bindur se kjo është një padi e përgatitur e organizuar në zyrat e Partisë Socialiste, jo vetëm të Shkodrës, por edhe të Tiranës, të cilët përdorin një person të dënuar për vjedhje dhe korrupsion, dhe ndaj të cilit dhe për të cilin kontrolli i lartë i shtetit ka bërë një relacion ku kërkonte shkarkimin për abuzime. Përdoret ky person për të ngritur një padi ndaj meje, thjesht dhe vetëm për ta përdorur politikisht në një kohë fushate elektorale. Çfarë qëndrimi keni lidhje me akuzën e ngritur ndaj jush? Sigurisht që nuk qëndron as pak në gjithë veprimtarinë time, sekretari i Bashkisë Shkodër, kam pas udhërrëfyes vetëm zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e interesave të bashkëqytetarëve të mi të Shkodrës. Pak pretendon se keni injoruar një vendim gjyqësor. Nuk është as pak e vërtet, edhe një herë, sot patëm rastin ta shpjegojmë edhe nëpërmjet avokatëve, kam zbatuar vetëm ligjin, por siç e thash edhe në fillim, akuza dhe padia është e ngritur mbi baza dhe porosi politike, të cilat ju siguroj që do të marrin përgjigjen e duhur me 11 maj.